Në qytetin e Pogradecit është mbajtur konkursi Gjuha dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale, ku morën pjesë 29 shkolla nëntëvjeçare. Në fazën finale u përballën shkolla Koli Gusho nga Pogradeci dhe shkolla Shefki Moçllari nga Vërdova. U fituese u shpall Koli Gusho falë rezultatit më të lartë. Drejtori i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Sotir Aq Mangëri vlerësoi konkursin si një mundësi për të nxjerrë në pa njohuritë e nxënësve mbi gjuhën shqipe dhe letërsinë. Ai theksoi se konkursi ka ndihmuar në promovimin e gjuhës dhe komunikimit efektiv në epokën digjitale. Ky konkurs ka nxjerrë në fakt nxënës të spikatur pothuajse nga çdo shkollë, të cilët kanë marrë përgjegjësinë ose për të qenë parësor në këto konkurse. Gjuha shqipe është në themel të orientimit ton. Gjuha shqipe është ajo e cila na mban si kom, na mban të gjallë, ndaj dhe i kemi kushtuar shumë rëndësi këtij konkursi, jo vetëm gjuhës, por dhe letërsisë. Shkolla Koli Gusho ishte shkolla fituese, pra shkolla që mori më tepër pikë në këtë konkurs dhe më tepër pikë në të gjitha përballjet që kanë qenë. Unë i uroj suksese dhe shpresoj që mund të përfaqësoj qarkun në rangun kombëtar. Pas përfundimit të fazës së dytë në Pogradec pritet që fituesit të përfaqësojnë qarkun Korçë në fazën e tretë të konkursit, i cili do të zhvillohet në Tiranë në nivel kombëtar.